Përshëndetje të gjithëve, unë jam Senada, jam administratore në platformën e psikiatri.al, platforma më e madhe në shqiptari e kujdesit mbi shëndetin mendor dhe emocional, e hartuar nga doktoresh Denisa Hoxha. Doktoresh Denisa, sa bukur që frymëzon dhe ndërgjegjëson njerëzit të kujdesen për ndjenjat dhe emocionet e tyre. Faleminderit për punën sublime që bën. Dua t'ju falenderoj dhe ju të gjithëve për mbështetjen dhe suportin tuaj sot këtu, dhe në emër të gjithë stafit dua t'ju shpreh që për ne, si stafi psikiatri.al, është kënaqësia më e madhe dhe më e veçantë të jemi para shqiptarëve të Kosovës në një pasdite që i dedikohet vetëm kujdesit për ndjenjat dhe emocionet e tyre. Dhe pa ju nuk ka as mision, as vizion. Kështu që faleminderit gjithëve për pjesëmarrjen. Si fillim, dua të ftoj doktoresh Denisën të mbajë fjalën hapse, si të na prezantoj me rëndësinë e librave si mjet dhe forcim mendor. Më pas, seminari do vazhdoj me psikologe Jonilde, një nga stafet e psikologëve tona, e cila do na shpjegojnë mbi trauma dhe stabilizimin praktik që të mësojmë si të mos lejojmë të shkuarën të drejtojë reagimet tona. Më pas kemi në kënaqësinë të kemi sërish doktoresh Denisën, e cila do na flasë dhe do na shpjegojë mbi emocionet dhe vetëdijen. Seminari do vazhdoj me psikologe Anisën, e cila do na tregojë informacione të rëndësishme mbi stresin kronik, se si ta nxjerrim trupin nga alarmi. Në përfundim, psikologe Elizabeta do ta përfundojë seminarin me metoda konkrete se si të rifitojmë kontrollin mbi ankthën. Kosovë, ke treguar se sa e fortë je. Tani është koha për forcë brenda vetes, shikim dhe dëgjim të këndshëm. Doktoresa, fjala për ty. Mirë se erdhët. Atëherë, unë jam shumë e lumtur ju shikoj kaq shumë këtu në fakt. Sepse kur unë në datë 13 dhjetor thashë do vinë në Kosovë, e di se si më thanë, doktoresh mos shkon në Kosovë dhe nuk vjen njeri me emrin psikiatër, nuk shkojnë njerëzit shikojnë ty. Dhe në fakt ju jeni këtu, salla është plot, ju falenderoj, nuk ndihem vetëm në misionin tim, pavarësisht se shumë kolegë këtu kemi disa psikologë, e kryejnë misionin e tyre çdo ditë në zyrë. Uluni, po pas të gjithë vajzat të bukura këtu. Jam vërtet shumë emocionuar që jam këtu sot, sepse me Kosovën ose me shqiptarët e Kosovës, kjo fjala kosovar nuk më pëlqen, nuk e di kush e ka shpikur. Kemi një lidhje të ngushtë shpirtërore, po dilja mbrëm në Prishtinë dhe po shikoja disa, si quhen këto, që kishin vënë nëpër qytet, ku shkruajnë mbi masakrën e Kosovës. Edhe është realisht shumë e dhimbshme, por edhe ne kemi qenë pjesë asaj periudhe. Unë kam qenë 10 vjeç në 98-ën, kur përpara shtëpisë tonë në Durrës ndaloi një autobus me 70 persona. Gra, fëmijë, burra, pleq, etj. Babim sapo kishte ndërtuar një shtëpi 2 katre me sakrifisa të mëdha. Shtëpia nuk ishte dyshek mjaftueshëm, nuk ishte kuzhina, nuk ishte asgjë përveç të një tualet, pllaka dhe dritare. Dhe këta 70 persona erdhën të gjithë në shtëpinë tonë dhe kanë ndënjur rreth 6-9 muaj, se unë isha e vogël, prandaj po prisja mamin tim, po e kam një pikafe, që të na i vërteton të gjërat. Dhe ka qenë periudha më e bukur e jetës time, në fakt. E kujtoj pavarësisht luftës, si një periudhë shumë të bukur të jetës time. Sepse ishim shumë fëmijë dhe kishte disa gra që na gatuanin pallacinka, si i thoshin këtyre krepave dikur. Dhe shpirtërisht jemi shumë të lidhur me ju, pikërisht sepse ju treguat që nën Plumba ishit bashk dhe dua të tregoj një detaj, një ndryshim që unë vëre nga Shqipëria në Kosovë. Në seminaret që ne bëjmë në Shqipëri,
njerëzit vinë vetëm. Nuk e di pse jemi më tepër individualist ndoshta në Tiranë etj. Vinë njerëzit kështu ulen aty, koka poshtë, herë përshëndesin, herë jo. Kurse ju vini bashk, keni ftuar dikë, pra jeni realistë dhe mos e humbni asnjëherë këtë gjë sado jeta që na merr me vete, mos e humbni asnjëherë këtë gjë, se jeni realisht më të bashkuar se ne. Duhet ta themi këtë, më të ngeli hatri. O ma hajde tu hajde. Se po të prisja. Atëherë, mami im se po të regoja një gjë, po ti sishe. Edhe motra ime, hajde se dhe ti. Është burri jot këtu tani Dori? Është poshtë, është këtu. Atëherë, pikërisht kur erdhën shqiptarët e Kosovës në shtëpinë tonë, motra ime ishte 13, unë isha 10 vjeçe. Dhe kësaj i pëlqeu një djalë, meqense s'është puna ti jem këtu. Është atje poshtë. Po gjithsesi sa ndënjen oma në shtëpinë tonë? Në 6 prill, maj, 2 muaj. Në qeshorikën pastaj. Po, 2 muaj. Po mbaj mend. Kënaq, o Zot, aty jemi njohur me shpirt dhe me zemër Shqipëri dhe Kosovë. Aty jemi bashkuar. Ajo ka qenë pika e bashkimit tonë. Dhe ajo që është fantastike, shpeshherë rikthehen dhe na takojnë. Po, jemi, nuk e di, po jemi shumë të lidhur me Kosovën, ndoshta edhe kemi pak turizëm aty, se jetojmë aty në det, në Durrës, në Bregdet, kemi shumë miq, kam shumë të Prishtinës, gjithandej të Kosovës. Dashuri na japin dhe u japin. Na duam dhe ju duam, na doni dhe ju duam. Jeni më të veçantë nga neve. Pra, thashë dhe unë. Jeni më të veçantë në dashuri nga neve. Ne jemi si më të ftohtë, si europiane. Jo, janë më të dashur. Kanë një ngrohtësi të brendshme që e reflektojnë edhe në komunikim edhe në respekt kur i takon, kur vinë, kur ikin. Po kanë një ndjenjë shumë të brendshme për Shqipërinë, për vendin e tyre, për ëndrrën e tyre, për flamurin e tyre. Për gjithçka. Por ne ju duam fort dhe juve na doni, ju respektojmë, na keni respektuar, jemi një. Shqipëri. Pa. E mban mend atë periudhën, ha më na thënë një fjalë mos po kot. Se çunat i kanë të mirë, nuk kemi çfarë themi. Po e mbaj. 10 vjeçe, ishin ato kotat e para, si thoj, pëlqimet e para. Edhe po të themi tani të na tregosh për atë moj, po më përgjithësi. Ishte familja që jetonte aty dhe mundësit për t'u takuar fshehurat dhe këto ishin më të larta, po që kjo ishte. E kuptua ti çfarë bëhet? Po që motrat edhe ai vetë, domethënë ne ndiqemi në social, rrjetet sociale, na falni se kjo shqipja me italisht është bërë mix. Edhe respektojnë gjithmonë, janë gjithmonë të pranishëm, domethënë në çdo gjë, një koment është gjithmonë i pëlqyeshëm për njeriu. Dhe janë vërtet njerëz të respektueshëm. Kështu pra, ja ju prezantova dhe me mamën dhe me motrën, uluni, motra ka ardhur nga Italia, hajt, italiane, hajt. Gjasme. Mirë, bëjmë dhe pak humor, se flasim vetëm në psikiatri këtu, Atëherë shikoni, unë rrugtimin tim në rrjetet sociale kam nisur para 3 vjetë e gjysmë, po? 3 vitesh e gjysmë, se si thonë shqip. Unë besoj se njëni punoj në Gjermani, jetoj atje, kam përfunduar specializimin në psikiatri, psikoterapi në Gjermani, janë të bashkuara psikiatri, psikoterapi, nuk është më veç si dikur, pra mund të themi që psikiatri i sotëm ose psikiatri modern duhet të jetë psikoterapist, jo vetëm të mbushi recetat. Tani Linda, do vish pak të lutem, sepse të kam shumë të rëndësishme. Dhe po diskutoja me Lindën dhe i thash, a ka ndryshime ose nga çfarë vuan kryesisht rinia ose populli i Kosovës
Dhe po më tregonte në fakt, ka disa gjëra shumë të ngjashme, por ajo që ju ngacmon ju më së tepërmi janë po prap lufta. Dhe tani na trego pak nga sytë e tu sepse ti shikon si e ke vënë re këtë gjë. Po patjetër. Faleminderit që ke ardhur herë. Faleminderit për të gjithëve. Po tani nëpërmjet profesionit që na tani kemi, ka pas rast që kontaktojnë shumë, por edhe që i kemi prek në përditshmëri. Duke ditë që s'ka disa 20 e sa vite ka lufta që ka kaluar në Kosovë dhe kjo është e dukshme akoma për shembull në momentin kur ishte kjo lufta që nisi në Iran, për shembull ka pas njerëz që më kanë kontaktuar, një farë ankthi, stresi. Domethënë tan kohë duke pyetur që lind ato mundet me ndodh diçka këtu, ato mundet me ndodh diçka, po duket që akoma është traumat janë akoma prezent. Po në rinin kosovare, tani sun kam shumë vite në Kosovë, 12 vite, më prezent janë domethënë ankthi, qendra depresive, depresione, edhe ka nganjëherë edhe çrregullim të personalitetit, po më shumë ankthi dhe depresioni që janë në rinin domethënë kosovare, edhe përdorimi i substancave që shumë janë të deklaruar për shembull psikiatri, po ka edhe nga ata që nuk e tregojnë. Është e vërtetë që e ndjeni dhe ju që ky ankthi dhe depresioni është bërë më aktual në Kosovë? Po ti kur ishte kështu? Janë më përpore, po ka çfarë problem për më pranu. Tani edhe pjesa e mirë e kësaj që rinia kosovare ka nisë shumë për me kontaktu psikologun ose psikiatrin. Po që mban përshtypje në Kosovë akoma, edhe që më shqetëson me thënë drejtën kur kontaktojnë shumë rrjete sociale ku më thonë që Linda kam nevojë për psikolog, po më duhet më shku në neurolog. Një gjë që na e di, jo se kam diçka kundër neurologut, po diçka që është dukshme që dikush që e ka ankth ose depresion duhet me ndjek psikiatrin ose psikologun. Kështu që kjo stigmatizimi është shumë e prezent akoma në shoqërinë tonë. Keni parë një psikiatër që ha njerëz ju? Nuk ham njerëz kështu në përgjithësi. Po nuk e di pse keni frikë, pse kemi frikë të ikim te psikiatri? Pse kemi frikë? A mund ta pranojmë kështu hapur që është ignorancë? Po pse ikim te neurologu, për shembull? Çka ka neurologu më shumë? Ha. Kemi një mikrofon tjetër. Ku ka gjë më të bukur se ti je i çmendur? Unë e kam për krenari, për zotë, them në herë, jam e çmendur më, çfarë do bëj? Më pëlqen. Kemi një mikrofon këtu që unë do doja që ju të gjithë ishit pjesëmarrës. Për shembull, ishte një psikiatër italian shumë i njohur dhe ai dilte në televizion dhe thoshte: "Unë me të çmendurit e mi, konimi i mati, thon italisht pacientëve, thoshte: "Pse i thua të çmendur pacientëve këtu? Po thoshte ku ka gjë më të bukur se ti je i çmendur?" Si mund të jesh normal, thoshte, ç'e shijon me këtë normalitet? Po pastaj çfarë është normaliteti? Kush e vendosi? Çfarë është normale, çfarë nuk është normale? Shoqëria. Që kështu duhet të jemi çik të çmendur të gjithë. Edhe të jemi dhe krenar, të dalim nga ato barrierat e normalitetit, sinqerisht. Dhe duke qenë se unë e nisa karrierën time me librin Fak Kritika. Kjo fjala fak, në fakt e bëri librin tim, ç'është kjo doktoresh tash na vjen këtu fak andej fak tej. Po që edhe e dija që do më kritikonin, por është bëra fak sepse kritikave që ata do bënin më pas, i kisha thënë fak më parë, dhe për të shpëtuar karrierën time publike, tash kush më kritikon e di që e kam thënë që në fillim mos tani, si thënë, mos tani. Dhe nisa e vërtet, shiko, libri parë që unë flas për vetë besimin, për kritikën. Ka qenë një nga librat më të komentuar për televizione për titullin, por është ajo ana sipërfaqësore që kemi ne shqiptarët. Kur ky libër prek kryesisht kulturën tonë, dhe kjo i bën librat e mi kryesisht veçantë sepse unë flas për atë që ne si popull kemi përjetuar. Si e kam përjetuar dhe unë vetë. Dhe nisa me vetë besimin sepse
Jam e bindur që vetë besimi jonë është i thënuar që nga fëmijëria. Ne jemi të parët që mendojmë, unë s'blej, unë s'bëj, ai është më i mirë. Sepse kështu na kanë mësuar. Filani, fisteku, ti s'bën, ti s'di, kështu na kanë mësuar. Prindrit tanë mendonin sikur na motivonin, duke mburr tjetrin do bëhet dhe ky. Domethënë, mbrapsht. Pastaj erdhi libri i dytë, Mos më streso. Do titujt e çuditshëm. Thash mos më streso. Çfarë treshi stresohemi ne, ngelëm të stresuar. Dhe këtu kam shkruar në fakt 20 strategji që janë të gjitha praktike. Tani nga 1 te 10, nëse unë them 10, kush është i stresuar kaq shumë tek 10-a? Ka në një që thotë jam shumë i stresuar, shumë. Mund ta ngreni dorën, kush mendon se është i stresuar në për të shkuar shumë, sikur të mbyt ky stres, sikur gjithë stresuar. Po pra, pak të stresuar jemi, po na lodh ngrem edhe dorën. Po pra, fiks fare. Ashtu i bie. Ashtu i bie. Dhe në fund erdhi libri Merru me veten, që është më i bukuri, mund ta themi kështu. Më pëlqejnë të dy tjerët, po ky është më i bukuri. Librat janë aty në fund, dikush po i lexon. Libri Merru me veten, 30 ditë vet terapi. Tani librat lexojini vetë, s'do merreni me ata, do flasim për gjëra të tjera. Dhe do e startoj me Jonildën, por unë do doja pak psikiatri pikal që ne kemi hapur. Ka një ushtri të tërë mbrapa, por do marr njerë 6 psikologët që punojnë për ne. Dhe hajteni pak këtu të gjithat, na kapi dhe kamera, se kemi një video, hajde. Shikoni pak, nuk i kam bërë test bukurie, por rastisën. Hajde si. Nuk i kam bërë në fakt test bukurie, dhe në fakt pacientët kur vinë nuk duan me ikmo, nuk e di pse. Është dojnë. Mirë pra, kemi senatën, është administratorja, është nuk di çfarë them. Është dua të them pas meje, është para meje, kjo më drejton se unë kam nevojë për drejtim. Bëj realisht me shumë pasion, me shumë dashuri, pa stres fare, zero, sepse të ndërgjegjësosh njerëzit për të kujdesur për shëndetin mendor dhe emocional, që ka vërtet vizion, jo thjesht punë. Kështu e shoh. E bukura ishte se senata si profesion është ekonomiste, edhe është administratorja, dhe në fillim asistonte personat që shkruanin. Dhe ma bënte, o Denisa, më duket sikur dalin rrugë gjithë njerëzit i shoh stresuar që kur punojnë me ty. I bëj diagnozë kështu. Edhe në fakt është, shikoj, mund të themi që organizatash botërore e shëndetësisë para 15 vitesh, besoj kur unë kam qenë studente, e dha një alarm që mbas X vitesh, 10-20 vjet, sëmundjet ose çrregullimet emocionale do jenë të parat, do kalojnë dhe ato kardiovaskulare. Ishin të parat në listë. Vinin kardiovaskularët, vinte onkologjia, kanceri, pastaj vinin çrregullimet dhe sëmundjet psikiatrike. Tani ka ndryshuar komplet psikiatria është në maja dhe vinë kardiovaskularët etj. Nuk e di se sa e përjeton ju kështu në përditshmëri ose këtu kemi mjaftueshëm koleg. Ku kemi unë jam psikiatër, po këta psikologët. Ku janë? Na konfirmoni që kush ai mikrofonin. Kalo, hajde flisni tani për çfarë erdhët këtu, për të parë mua. Kush ka vërtet dëshirë se ju punoni dhe si përjetoni këtë që në praktik? Se teori mund bëjmë shumë, po praktik. Përshëndetje doktoresë nderuar, të falenderoj për ardhmën tuaj që të bënë në Kosovë. Vërtet jemi të fat që të kemi. Ndjekim gjithë dhe familja dhe mbar shoqëria. Tek puna unë aktualisht punoj si infermiere në qendrën emergjente, pasi që akoma nuk kam një në profesionin e psikologus, po ja që atu i gjej tek pacientët ti zotroj të dyjat, sepse karshimi smundjes organike që mund të vijë, qoftë një infarkti ose një neuroze ose një gjendje të ndryshme, çdo gjë na lidhet me edhe anën e shëndetit mendor ose anën psiqike,
qoftë nga hyrja, menaxhimi i saj, pastaj trajtimin e bën doktori fillimisht, po duke referuar edhe te psikiatri në vazhdim edhe te psikologu. Kjo lidhet shumë me punën tonë përditshme që bëjmë. Sepse që në prag të hyrjes mënyra që komunikon, isha ato trauma që kanë mujtë më përcjell, tonin e zonit, apo çdo gjë lidhet me atë. Në fakt, këto që i përmendi administratorja unë e shoh dhe si defekt profesional paksa. Sepse lidhet ashtu unë mendoj. Është e vërtet. Tani ti je zyrtarisht infermiere. Po, punoj që 24 vite në qendrën e mërshimit në ÇKUK. Atëherë unë e di si besoj unë dhe çfarë mendoj unë, edhe pse jam mjek, e them pa infermier nuk funksionon sistemi shëndetësor. Sepse ju komunikoni dhe keni më shumë kohë se ne jeni në kontakt më të lartë me pacientët drejt për drejt, kurse ne nuk e di pse ka kaq pak mjek tani, po paksohen. Kemi më pak kontakt. Unë shoh infermierin si ushtrin, ashtu e quaj në shah. Sepse ti je në lidhje drejt për drejt me klientin, bën ndërveprimin me doktorin, e tjetër familjarin, i jep informacion atij tjetrit, domethënë ti je një funksion multiorganizativ. Për çfarë? Pastaj na më fuqizon edhe kjo pjesja që kam përfunduar psikologjinë. Shpresoj që së shpejti do kalojmë edhe te ajo pjesa, vlerësime gjëra tjera, mirë po jam e kënaqur me dy profesionet edhe e përmbushur. Po, kur ta mbarosh na shkruaj se si dihet. Kemi tjetër psikolog këtu. Po ti pse nuk je ti psikolog? Ha pra. Më falni pak se isha emocionuar. Jo, super mirë. Tani ju të dy që më rrini këtu bëni sikur. Jo praktikisht, se ju jetoni me njerëzit, flisni. Po, përshëndetje, unë jam Zona dhe po ashtu si që e ceki kolegja jam me dy profesione, infermiere fillimisht dhe psikologe klinike. Si infermiere kom punu 17 vite në klinikën e neurologjisë, mirë po si psikologe me disa raste privat kam fillu me punu. Unë e muna më ndërlidh me raste, do më thonë, me stresin, psikosomatika, mujna me ndërlidh një ndër faktorët që është smundjet gastrointestinale, si ndikon baza organike në psikik. Edhe aty kemi pas shumë pacientat, cilët kemi pas raste ku stresi shumë i madh ka ndiku në smundjet në fal gastrointestinale, siç rregullimet e lukthit, ulqera, smundje tjera. Është vërtet. Pa kemi fobise në shta. Po, është vërtet. Tash ti do të flasësh, po do flasësh se është në detyrim. Jam Donjat Varoni, psikolog klinik i licencum. Aktualisht nuk punoj diçka, po jam edhe muzikant. Po. Na kënaqi. Në fund. Do na kënaqësh vërtet. Do të ne çfarë këngë kështu, në thënë këngë popullore. Në një gjë, çfarë këngë këça muzike? Si sa bukur. Si ta mendoj, çfarë këngë do zgjedhim? Se bëjmë dhe pak humor, se për ndryshe kështu është jeta është mjaft serioze për ta marrë seriozisht, e keni dëgjuar këtë? Nuk e di ku e kam dëgjuar, po e kam për timen këtë fjali. Okej, një prezantim të shkurtër. Përshëndetje, mirë se keni ardhur. Unë jam Elisabeta Hoxha, psikologe. Prej gati disa muaj shumë punoj pranë psikiatri.al dhe realisht është kënaqësi e jashtëzakonshme për mua që punoj me doktoreshën, me koleget e mia që janë fantastike dhe vërtet shumë e lumtur që shoh kaq shumë pjesëmarrje. Jonilda Grami, psikologe pranë psikiatri.al. Ajo që kam vënë re unë tek pacientët e mi kosovar, dhe që e kam darë shpesh dhe me kolegët, është që më duken mua po kosovarët janë më të kulturuar. Sot e vërtetova plotësisht këtë gjë. Përshëndetje, unë quhem Imelda Ruçi, psikologe klinike. Prej disa muajsh jam të arsuar në platformën e psikiatri.al. Jam shumë e lumtur që ju shikoj kaq shumë këtu. Kjo tregon sa serioz jeni ju në angazhimin tuaj ndaj shëndetit mendor dhe është një feedback shumë pozitiv për punën tonë. Na fuqizon ne që të jemi akoma dhe më të përkushtuar dhe më të dedikuar ndaj profesionit tonë. Faleminderit shumë që keni ardhur.
Unë jam Anis Adulja, psikologe këshillime, një licencuar sigurisht, edhe gjëja e parë që unë jam shumë e lumtur, domethënë raport me punën është kam qenë ndër të parat këtu dhe jemi sot vetëm 6 psikologë dhe plus staff medikal. Kështu që është kjo vizioni jon, vizioni doktoreshës sigurisht, edhe ju jam shumë mirënjohës se sot jeni këtu dhe ju falenderoj për besimin dhe ju falenderoj që jeni këtu sot me ne. Përshëndetje të gjithëve, unë jam Brunit Dardine, psikologe klinike, licencuar, me një eksperiencë. Po s'ka pa licencë, po ti si do vish? Jo, dua të them. Isha ka. Me një eksperiencë për 16 vitesh në fushën e psikologjisë, por eksperiencën që kanë fituar tek psikiatri pikal nuk e kanë fituar në asnjë vend pune ku unë kam punuar. Kështu që është një eksperiencë jashtëzakonisht e bukur, ku unë jam mbitur si personalisht, ashtu edhe profesionalisht. Kështu që një falënderim të veçantë për doktoreshën, por një falënderim të veçantë edhe për koleget e mia. Ne kemi një bashkëpunim të jashtëzakonshëm, por një falënderim të veçantë për ju që na bëni të veçantë me ne. Vërtet. Përshëndetje gjithëve, unë jam Etina Balla, jam psikologe ligjore dhe klinike. Tani unë kam pak emocione që po flas tu para gjithëve ju. Po jam shumë e lumtur që ka një pjesëmarrje kaq të madhe dhe thjesht psikologe është një përgjegjësi shumë e madhe. Dhe shumë faleminderit gjithëve, faleminderit dhe kolegëve, faleminderit dhe doktoreshës. Faleminderit. Okej, mirë. Tema për cilën do të flasim i referohet realisht traumave të kaluara nga fëmijëria për të ardhur në atë që jemi neve sot. Unë realisht nuk do t'i përmbajmë asaj që kam shkruar se nuk mbaj mend ndonjëherë çfarë shkruaj. Kam më mirë që të jem në bashkëbisedë drejt për drejt me ju. Një ndër temat që ne zgjodhëm që të flisim sot realisht ishin traumat në fëmijëri, por tamam unë nuk do doja që ta cilësoja si traumat në fëmijëri, por do doja që ta cilësoja eksperiencën tonë të fëmijërisë që na bën ne atë që jemi sot. Ne të gjithë e dimë që vim nga ajo çka formohemi dhe krijohemi në fëmijëri. Një pjesë e mirë e jona mund të kemë pasur faktin që arritur në familje të shëndetshme, që ndoshta nuk kanë nevojtur as probleme psikologjike, ekonomike e gjitha me radhë, por një pjesë tjetër ka qenë e detyruar të përballet me probleme nga më të ndryshmet dhe duke u përballur me këto lloj problemesh, vim sot në atë karakter që jemi, të ndryshëm shumë nga njëri tjetri, por edhe njëkohësisht jashtëzakonisht të barabartë. Kur bisedoj me pacientët e mi dhe bëj një anamnezë të gjithë historisë së tyre për të bërë vlerësimin, ajo që vëre mënyrën se si janë krijuar në atë që janë sot, janë pa diskutim ngjarjet e ndodhura në fëmijëri. Një paciente kosovare që thash që dua shumë dhe nuk e mohoj, më thotë që Jonilda, si ka mundësi që kam lexuar librin e doktoresh Denisës, merru me vete, mos u streso, më falni, dhe aty nuk e kam gjetur veten në asnjë pikë të atij libri. Dhe i thash, çfarë ka ndryshe tek ty që nuk e ke gjetur veten aty? Por tek libri Fak Kritike kam gjetur jashtëzakonisht shumë. Tek libri Merru me veten, zonjusha nuk kishte gjetur asnjë moment sepse realisht ishte rritur në një familje të shëndetshme. Nuk vuante një traumë përveç se asaj të rritjes së parakohshme, që do thotë fëmia që merr një përgjegjësi jashtëzakonisht të madhe. Shumë prej nesh duhet që të rritem, u është dashur me saktë të rritem para kohe, të marrin mbi supe disa përgjegjësi që ju është dashur t'i marrin shumë më shpejt edhe për t'i përballuar edhe shumë më shpejt se ato që kanë pasur mundësi t'i përballojnë. Sot, shumë prej këtyre njerëzve përballen ndoshta me ankthin, me ato që ne i quajmë trauma, por mënyra se si ne kemi konceptin për traumën është e ndryshme. Ne faktikisht kemi mësuar që një vdekje në jetë është traumë, po kush na mësoi që është traumë? Që vdekja është traumë. Nga ne fëmijët më të paditur, nga e mësuam që ishte traumë. Po, nga ato që ka mësojmë nga njëri tjetri nga kultura. Dhe sa më e frikshme të jepet një lloj informacioni tek një fëmijë, në atë lloj forme do të zhvillohet deri vonë. Nëse kujton vdekjen, patjetër që do të kujtosh rroba të zeza pak më siç janë në Shqipëri, ambiente duke qarë, të dhimbshme. Nëse do të kujtosh dasmën, do të kujtosh komplet të kundërtën e asaj. Pra ne formohemi në atë mënyrë se si ne na japin një informacion. Dhe përgjatë rrugës,
kur rritemi, një pjesë të madhe të këtij informacioni e ndryshojmë në bazë të asaj çfarë kuptojmë, mësojmë dhe zgjedhim ne të veprojmë në jetën tonë. Kur doli mjekja këtu përpara, unë kujtova një nga frikrat e mia të familjes. Edhe thash, po kam diçka tjetër për të thënë. Të vegjël, të gjithë kemi mësuar që mjeku psikiatër ishte i frikshëm. E kemi mësuar sepse normalisht kujdesi për persona që kishin probleme me shëndetin. Dhe një person me probleme me shëndetin, ty të duket i frikshëm për të përballur me të, dhe ti s'mbrapsesh. Dhe çuditërisht të gjithë psikiatrët që kam njohur kanë qenë kështu të mëdhenj për trup. Sa nuk ka lidhje me psikiatrin. Me syze, me mjekër, me mjekër. Dhe realisht kur kam bërë praktikat e mia të para kanë qenë në psikiatrinë e Elbasanit, mjekët psikiatrë të gjithë trup mëdhenj dhe i kisha pa akoma frikë të shikoja. Pastaj kur futa komplet në botën e profesionit, kuptova që nuk janë njerëz për të pasur frikë, por për të admiruar dhe për të vlerësuar për atë që janë. Sepse janë ata që përpiqen që të pamundurën në mendjen tonë ta bëjnë të mundur. Dhe kjo gjë për mua është jashtëzakonisht e madhe, sepse mjekët në radhë të parë kanë një zemër të madhe, pastaj janë profesional. Kështu që në këto trauma që mësova nga fëmijëria gjatë rrugës, zgjodha që ta ndryshoj dhe të jap një tjetër rol ose një tjetër ide nga ato që kisha krijuar unë nga fëmijëria ime. Realisht traumat në jetën tonë janë të grumbulluara nga pak, tamam si ajo eci pak me slide që ka, do është një gotë e mbushur me ujë. Ajo gota është e grumbulluar gjatë kohës, por një goditje në jetë nuk do të thotë që është vërtet ajo që e ngacmoj. Nuk është vërtet ajo i tepër që u hodh aty, por janë ato ngacmimet e vogla, të mbledhura shumë, dhe në një moment të fuqishëm që ju hodh shumë ujë ajo gota u derë. Ngelën pa gotë. E gjeta. Pra, gota e mbushur prej kohësh. Gota është në punën e vetë, aq ujë sa ti hedhësh aq do mbaj. Por problemi është që po i hodhe më tepër, normalisht që do ta derdhi. Kështu që edhe ne mbajmë nga jeta, grumbullojmë, marrim, mësojmë. Problemi është që kur ky informacion vjen më shumë se ç'duhet dhe më shumë se ç'mban ajo gotë, dhe truri i njeriu është i perceptuar në mënyrë të tillë që nuk mund të mbajë dot më shumë se sa ka kapacitetin të mbajë. Por ne harrojmë ta bëjmë këtë gjë. Unë nuk e di sa prej jush këtu, por edhe mua bashkë me ju ndalon në një moment në jetën e tyre dhe thonë, "Okej, tani po ndalem pak dhe po shikoj sa jam lodhur, çfarë kam bërë për gjatë gjithë këtyre 6 muajve apo një viti." Nuk e di nëse ndonjëri prej nesh e bën, doktoresha më korrigjoj nëse jam gabim. Nëse jam gabim. Nuk di nëse ndonjëri prej nesh e bën këtë në një moment vetëm të reflektoj pak se sa shumë kam dhënë gjatë gjithë kohës, është e vërtet. Asnjëri nga ne nuk e bën. Ne e bëjmë vetëm në momentin që trupi jonë u lëret fort fizikisht. Ose kur do të vuajë një sëmundje somatike, ose kur do të vuajë një sëmundje të problemeve emocionale, do të themi po nga erdhi, po unë isha shumë mirë. Dhe realisht problemet më të mëdha sot emocionale vinë atë moment kur ne jemi shumë mirë. Dhe ti thua që çdo gjë është në rregull dhe nuk e di se nga filluan gjithë këto probleme. Realisht problemet kanë qenë aty, nuk filluan në atë moment. Ato kanë qenë aty dhe kanë qenë të fjetura. Por duhet një goditje shumë e madhe për të nxjerrë të gjitha ato që ne kishim brenda. Dhe ankthi, kur vjen tek ne, nuk vjen realisht se është një sëmundje. Unë personalisht asnjëherë ankthi nuk e kam konceptuar si sëmundje, apo ta kem konsideruar si të tillë. Dhe ja them shpesh pacientëve që të shpëtoni nga simptomat tuaja të ankthit, që të shpëtoni nga ideja që po vuaj për ankthin, mos e konsideroni ankthin problem të vetja. Konsiderojeni si një forum që po ju thot ndal dhe kujdesu pak për veten. Nëse do ta konceptoni ankthin të gjithë në këtë lloj forme, jeni sigurt dhe unë bashkë me ju që simptomat e ankthit do të jenë shumë më të zbeheta se çdo gjë tjetër. Sepse sa më shumë zë dhe fuqi të japim një elementi të huaj tek ne, aq më i fuqishëm do të bëhet ai. Sa më pak rëndësi të japim një elementi të huaj në trupin tonë, aq më i parëndësishëm do të jetë ai tek ne. Kështu që ankthi asnjëherë nuk është frikë për të përballur me të, por është një zë i fuqishëm për të thënë që i dashur trup, i dashur njeri, ndalo dhe merr pak frym për veten.
Kujdesu pak për veten, sepse në fund të fundit trupi është një motor që punon pa pushim dhe nëse se ndalim ne, nuk do ta bëj askush. Unë nuk e di se sa prej nesh kujdesi ndonjëherë për njëri tjetrin dhe t'i thonë që kjo më ndodh rrallë midis njerëzve të afërt apo ndonjë kolegu të ngushtë që ndalu pak se po konsumohe shumë, ndalu pak se po lodhe shumë. Sa prej jush e bëjnë këtë gjë me njëri tjetrin, pak me ato që njihen afër. E bën? Okej, perfekt. Kur e vëre këtë gjë? Gjatë studimeve. Ajo që kam vënë re unë tek njerëzit, sepse më dole një temë shumë të bukur, vërej që shumë pacient thonë, doktoresha, ndjej frikë kur kam provimet, ndjej frikë ose emocione ndryshme kur po përballen me një situatë ndryshme, para prezantimeve, po, edhe unë sot, patjetër që kisha emocione kur dilja këtu para jush, nuk diskutohet, por s'duhet harrojmë një gjë, ne ndjejmë emocione se jemi njerëz, në të kundërt, nuk do të ishim njerëz, nuk do të quheshim të tillë. Nëse ka diçka që nuk ndjen është vetëm një frymori. Shiko, për ju infermierët të më falesh, unë kam një respekt të jashtëzakonshëm, sepse në punën time tjetër ju jeni të para që përballeni me çdo lloj urgjence. Psikologun e ke bërë gjatë ta kam mësuar profesionin në mënyrë perfekte. Më falë, po si ka mundësi që shumë infermieri futen psikologjisë pastaj? Apo është trend apo si? I kam mësuar profesionin doktoresha. Ato përballen parë me urgjencën. Ato duhet po tham që duhet licenca më motër. Mjekët janë vërtet, por shërbimet shtetërore për të ardhur në funksion dhe në ndihmë personave janë shumë të dobta. Të jemi të sinqertë, ndoshta një mjek psikiatër do duhet bëj maksimumin për pacientin e tij, por në momentin që s'ka një qendër rehabilitim, nuk ka një program mbështetës, mbetet vetëm në fuqinë e recetës së tij mjekësore. Po nuk ka fatkeqësisht. Tani, shiko, statistikisht dim që 4 në 5 persona kanë vuajtur një herë në jetë një atak paniku. Ju kanë ndodhur juve? Do të thënë, ka njëri që ngre dorën, jo. Po të gjithë janë paskemi 3, se para jam unë pra. Vetëm se ti s'ke pas një atak paniku? Para jam unë. Ashtu ma gënje. Jo. Edhe unë e shtreta të gënjej. Po jo, ishin 3. S'ke pas atak paniku ti? Ha pra, po flasim për ata që kanë pasur. Ata që nuk kanë patur. Ja prap, zonjë shat. Hajde këtu Anoel. Pas kemi një që nuk ka patur atak paniku dhe është Noeli, që është djali im. O Noel, po do të vi mam, do të vi dita. Atak paniku, Noel, është kur një njeri ka angst. Po. E di ti që është angsti? Po. Frikë. Po. Frikë. Qa ka frikë më shumë Noel? Se ngriti dorën, po se di këtë që pret, ka punë akoma, rruga është e gjatë, dhe kur t'kesh frikë mam, mos të merë në telefon, zgjidhe vetë. Se kështu rritësh. Mirë, pra hera parë që Noeli vjen në një nga seminaret e mia, e ka ardhur nga Gjermania, ka stile. Noeli, çfarë do na mësosh në gjë, se kështu në internet bën kështu çka thënë ti? Po vetëm në internet. Hajde, ulu pra ulu. Vazhdo. Sujmë do njerë seriositetin, se shtyhet një mohabet. Pra, siç po thoja edhe pjesën time të fundit, që ne ndjejmë sepse jemi njerëz dhe kjo përditshmëria jonë që kanë frikë, siç e tha zonjusha, nga provimet, kanë frikë nga situatat e ndryshme, të shkoj tani këto do të përballoj atë, do të ndjejmë emocione patjetër, sepse nëse s'ndjejmë emocione do të thotë që në fundit nuk kemi zemër dhe nuk kemi një tru që mendon dhe vepron për ne. Duke qenë që këto i kemi të gjitha, është mëse normale që të përjetojmë frikën, përjetojmë gëzimin, përjetojmë lumturinë. Dhe jo më kot, është si stresi dhe eustresi. Thjesht
i gjithë çështja është në menaxhimin dhe rëndësinë që u japim neve atyre. Për sa i përket pjesës së ankthit, i thash dhe do e them gjithmonë, sa më pak rëndësi t'i japim në jetën tonë, aq më i rëndësishëm do të jetë ai për ne. Faleminderit gjithëve. Faleminderit. Falenderojmë dhe burrin tënd njërë se erdhi. Po, dhe burri me ka. Po, herë në parë ka burrat me gra karrieriste. Problem. Jo, se këta janë vërtet që me këtu. Është e vërtet. Tani, Jonida tha një fjalë, por do ta theksoj pak. Ndryshimin mes distres dhe eustres. E një njeri? Ka që se njojnë, besoj. Atëherë, eustres pra është stresi pozitiv, që do të rrit performancën ose disponimin, si i thoni ju. Për shembull, kur jemi para një provimi, do stresohemi se përdryshe nuk mësojmë. Është ajo frika që të shtyn për të arritur një qëllim. Dhe distres është stresi shkatërrues, kronik. Dhe duhet ta pranojmë që faktikisht stresi, që është tema pas pak, mos ta konsumoj unë, po gjithsesi ka pasoja të rënda në shëndetin fizik dhe mendor. Dhe a dini ta menaxhoni është pyetja, dini ta menaxhoni stresin ju? Ha? Pak a shumë. Jo, s'mjaft, nuk është me frymarrje stresi. Ashtë, po. Se na është bërë frymarrja, merr frym, tjetër do vdek, merr frym. E dini që ne si popull vuajmë nga një sindrom të gjithë. Dhe përkufizohet si Alexi Timi, që do të thotë, ne nuk dim të shprehim emocionet tona. Ne vuajmë, po nuk e di çfarë kam, se çfarë ndjej, thotë ai, nuk e di si ta shpjegojmë ty këtë emocion që kam. I thua, po çfarë ndjen? Ma vërtetoni ju që bëni këtë punë, çfarë ndjen? Më thon trupi, pra shenjat fizike i shpjegojmë, por emocionale nuk i shpjegojmë, nuk dim ti perceptojmë në rast parë dhe nuk dim të formulojmë çfarë dhimbje emocionale ne kemi. Është e vërtetë? Kjo aleksitimia na karakterizon ne si popull dhe për ne që bëjmë këtë punë e kemi të vështirë ndonjëherë. Okej, duhet të kesh intuit klinike të lartë për ta kuptuar, por vërtet është sfidë e madhe të kuptosh një shqiptar se çka ka. Se çfarë emocioni po e lëndon më tepër, ja mirë ose keq ai. Dhe nuk kemi faj sepse kur ne takohemi rrugës për shembull, se di se si është këtu në Kosovë, në Shqipëri është shumë. Ke dikë përpallë çfarë bën si e mirë pafshim. Pyeti u përgjigj dhe iku, mbaroi, kaq ishte. Pra ne ose jemi të lumtur ose të trishtuar. Kaq. Ose kemi frikë ose nuk e di çfarë. Por sa emocione kemi ne, sa fjalë, sa fjalor të pasur kemi ne. Kush do të na përmendi emocione? Fjalë për të përshkruar emocionet. Urdhëroni. Hidhëruar, gëzuar, dëshpërim, trishtim. Po, na theni fjalë mirë, se na ndita. Mirë, vazhdoni se kemi shumë. Gëzim, frikë, i lumtur, i hareshëm, se fjalë e bukur. Tjetër, ju, goca, priziri, në fjalë. Në fjalë, emocion. Se do vi aty tani, do ju zgjoj nga. Vërtet e kam, a? I habitur? Po, e vërtet. Sevda, turku. Imagjino dim turket edhe. Për shembull, një person që vuan me ankth, nëse kemi ndonjë këtu. Po, kemi. I ka eliminuar nga fjalori fjalët e tjera, ka ankth, edhe kur gëzohet ka ankth. Nuk e di, edhe gëzimi jep siklet. Se edhe kur gëzohesh ke takikardi, ke këto edhe të ka mi pi ankthi. Është e vërtetë? Se tani ndoshta nuk e di sa këtu realisht vuajnë me
frikë? Jo, mëse që keni dhe i fjalë tjetër, tut. Pa, keni dhe këtë fjallën. Dhe tani, ideja është që kur ju thua juve që në fakti që ndihesh kështu do të thotë që një jetë që ke patur më parë të ka çuar që të vuash këtë gjë, çuditën thonë jo s'ka mundësi. Por kur kemi plagë të tilla, kush ka plagë të tilla në trup nga fëmijëria? Këto shenjat, e shikoni atë imazhin aty? Të gjithë kemi, unë kam 5-6 për shumë, po a ka një gjithë ka në një shenjë nga fëmijëria në trup? Ja? S'ke ti? Ishe në inkubator? Dëgjoni tani, sinqerisht tani, kur flasim për shenjë të tilla, e pranojmë, themi, sepse ne e shikojmë atë, shihet, por kur thua që emocionet e tua sot janë kështu, sepse në fakt ti ke përjetuar X gjë, jo ma thot ai. S'ka mundësi. Sepse ne emocionet nuk i shikojmë dhe kemi të vështirë të besojmë që ekzistojnë, si mund të besosh të një gjë që nuk shihet, është çike vështirë. Dhe mund të them dhe një realitet tjetër, një person që vuan me ankth, ka rast të thotë o zot doktoresh, më mirë mos kisha një krah, thotë se të kem ankth, se nuk e marr vesh është. Aq të vështirë kanë për ta pranuar. Këto janë fjalët që thoni ju. Unë thjesht i sjell këtu dhe i përkthej për ta thjeshtuar. Faleminderit. Kjo ishte si lindje e vështirë, binjak, në Zora Bëri. Gjithsesi dëgjoni, a jeni të gatshëm ju të kuptoni që ju që jeni këtu, emocionet përcaktojnë jetën tonë, që do të thotë, nëse emocionet nuk do përcaktonin jetën tonë, dhe do ishin ato gjërat materiale, leku do ishte ilaçi i depresionit. S'kishim ne pse merreshim me ilaçe, jepi lekë dhe ushëru. Por nuk është kështu pra. Dhe në fakt, emocionet përcaktojnë mënyrën se si ne ndihemi. Çfarë ti ka se çka ke ti? Kur je i trishtuar, mund qash edhe në një Ferrari, se ka dalë o mirë qaj në një Ferrari, se sa në një gomar. Por e kam fjallën që fakti që jeta jonë përcakton se kush jemi sot, do të thotë që shpesh herë ne kemi dhe sjellje automatike. Sjelljet automatike, dini se çfarë janë? Kur sillesh në një mënyrë dhe ti nuk di pse sillesh ashtu. Ose të shikojnë tjerë të çuditshëm, çfarë pate se s'ndodhi asgjë, ndërkohë që ti pikërisht ajo gjë të ngacmon, janë këto trigger emocional, dhe po bëj një shembull konkret. Plasi lufta në Iran, dhe unë jam e sigurt që populli kosovar ka vuajtur frikën më tepër se shqiptarët, sepse ju keni këtë ngacmim emocional, ju besoni që lufta është reale, mund të ndodhi, mund të vi këtu. Dhe duke qenë se ka diçka aty thellë në ndijen tuaj, në ndërgjegjen tuaj dhe subkonsciencën, ka disa fjalë, subkonscienca. Subkonscienca është ky, çfarë quhet ky icebergu? Dhe tani këtë imazhin besoj se e keni parë mjaftueshëm nëpër internet, por është më thellë se shpjegohet nëpër internet. Që do të thotë? Ne mendojmë sikur marrim vendime me arsye, por vendimet tona janë automatike. Nuk e dia e kuptoni dot që ne jemi prodhimi i të gjitha përjetimeve që kemi patur deri tani. Dhe nëse më vjen mua një më thot këtu nga ju që jo doktoresh, le të vi dhe ta zgjidhim çështjen bashkë. S'është e pamundur. Tani do thonë ju, po mirë doktoresh, tani unë jam i destinuar, është fati im që të vuaj këtë gjë tani si i bie, nuk e ndryshoj dot, normalisht që e ndryshon. Ti pse po qesh, është një që po na qesh aty? Ha? Hajde qeshim bashkë. Mirë, gjithsesi,
Ideja është që kjo pjesë e icebergut është ndërgjegja jonë, pra pjesa racionale e trurit, ajo zonë e trurit që merr vendimet, por fati jonë i keq ose i mirë është që në realitet është nën dija ose nën ndërgjegja ajo që ka sjellje automatike. Dhe të bëjmë një shembull konkret. Kemi një fëmijë i cili është rritur në një familje ku ka ekzistuar dhuna verbale ose fizike. Ose kemi një fëmijë, nuk e di, se tani ndoshta asnjë prej jush nuk ka dëshirë të flasin mbi fëmijërinë e tij ose të saj, por do ju tregoj këtë shembull që ta personalizoni paksa me historinë tuaj. Të marrim shembullin e këtij fëmije, ky është një fëmijë i cili dhunohet fizikisht ose verbalisht. Çfarë ndodh? Çfarë fillon ky fëmijë të besoj? Që brenda ti çfarë emocioni ndizet? Urrejtja, inati, pasiguria, rebelimi, sot, nesër, pas nesër, pas një muaj, etj. Ka këtë lloj emocioni. Por çfarë ndodh me kohën? Kur kjo dhunë vazhdon, ky fëmijë duhet të zgjedhë, të reagoj, po nëse unë reagoj ndaj prindit tim, nuk më leverdisem, më rre më shumë, dhe zgjedh të mos reagoj. Duke mos reaguar, fillon ky fëmijë të mos ndjejë më, nuk e ndjen më urrejtjen, mpihet. Pra truri zgjedh të mpihet emocionalisht. Por kur ky fëmijë rritet, rritet, dhe gjen një grua gritavece, i shkreti, taksirat, një fjalë minimale e bashkëshortes etj. E trëmb, e bën ndezat e ankthit e brendshëm. Pse? Sepse është pikërisht ky përjetim i dikurshëm në fëmijërinë e tij që ka përcaktuar qenien e këtij personi. Të marrim një shembull tjetër, një fëmijë që ka patur prindër që s'ka patur kohë për atë. Hajde dua. Në zemrën ime. Atëherë, ta zëm sikur Jo, atëherë që të kthehemi pak në seriozitet, tani kemi një fëmijë i cili është rritur me prindër që kanë neglizhuar, nuk kanë patur kohë, në fundit edhe ne prindërit modern sikur jemi pak shumë, nuk kemi patur kohë, ose nuk kemi kohë që të merrem 100% me fëmijët tanë. Nuk dua që të dëgjojë ndjenjat e fajit tek ju, po ndodh jeta. Tani ky fëmijë kupton që prindi nuk ka kohë për atë, nuk ka kohë ta dëgjojë. Dhe kur fëmija fillon ankohet i vogël ose ka nevojë për diçka, prindi thotë se s'kemi kohë. Çfarë fillon të ndjejë ky fëmijë? Ti i thua, mos është fillon ndjej si siklet, mos është s'do ta rëndoj, më mos ta rëndoj fare prindin. Ti përjeton atë neglizhencën, pavarësisht se prindi ndoshta nuk ka qenë dëshirë e tij. Dhe këtu është rasti i prindërve modern, nuk e di sa për ju kanë ndonjë ndjenja faji dhe thonë, s'ja marr mjaftueshëm me fëmin tim. A keni ndjenja faji ndonjëherë që të jemi kështu realiste? E kemi. Por çfarë ndjen ky fëmijë është çështja? Fëmia ndjen sikur nuk është i rëndësishëm. Vetbesimi fillon ndjej turp, më mirë mos flas, ndjej bicikletë, të rriqet. Dhe ky fëmijë si mund bëhet kur të rritet? Po, frika e braktisës, frika sikur ose për shembull e keni dhe ju këtë vuani, ose keni një sikletë, si ja them mamit të babit unë se mos si fus në sikletë. I bani për vete, mos ja them as motrës as vllajit se ti mërzis ata unë ta maj vetë. E keni këtë? Dhe ky është produkti i një prindërimi të tillë që kemi përjetuar ne. Apo jo ma? Kështu është pra.
flasim fakte, flasim realitete, dhe në fakt, në ndërgjegja jonë janë frikrat e vjetra. Është ajo pjesa e fshehur, traumat e fëmijërisë. Po besimet e formuara, sa për jush mendojnë automatikisht që tjetri është më mirë se unë. Dhe ne jemi rritur me këtë konkurrencën. Edhe mami im tashi se ka filluar të pëlqen skena, është hera dytë që vjen në seminaret e mia. Dhe ne prindrit tanë na kanë krahasuar. Ma, hajde pra se na e ke bërë tash, ç'do bëjmë, hajde. Hajde pranoje. Ha. Ha mos u justifiko kot, po hajde këtu ta vëm para gjyqit. Ha. Gjëm qik argumentat. Ka qenë një sipor mëndësitje. Mendim patriarkal. Ka qenë i prindërve tanë edhe i joni në vazhdim. Po juve e keni ndryshuar këtë, nuk jeni mos ashtu si e jepni mendimi dhe ishim neve. Po, fëmija që i dhe gabim. Pra me pak fjalë, mami më ka kujtuar. Që duhet të nëzitet. Shikoj dhe tjetrin. Që mëson në shumë mirë, po, ashtu. Sigur e fëmija i tjetrit është një zgjuar se o ishte. Gabim, prindërimi është kjo. Po e keni presuar ma, po e fusme të që? Prindërit gabojnë, sidomos në rritjen e fëmijëve të parë, kur shka 2-3 fëmijë. Te ai fëmija i parë, sikur është eksperiment. Sikur nuk merr dot atë formën e drejtimit të edukimit dhe janë më melankolik. Se kam vajzën e madhe, unë 3 vajza kam. Më tipi mbyllur ajo. Më melankolike, më ndryshe kjo e dyta, kjo ishte me çlirët kjo e treta. Edhe përkushtimi dhe frika e rritjes e edukimit e të marrë atë rrugën e dur të bëhet si një shembull i mirë si për prindërit. Mirë ma se të fillove me biografinë. Jo vërtet, ka dëshirë ndonjë për shembull të na sqaroj ose kemi ndonjë ekspert këtu të shëndetit mendor ose ndonjë psikolog që të na flasin mbi këtë fenomen si është realisht në Kosovë. Ta mbaj. Kjo gjë. A ka qenë kështu se për shembull sapo tha mami në kohën e komunizmit. Kosova ka qenë pak ndryshe. A është kështu a keni vuajtur dhe ju këtë gjë? Krahasimin që bënin prindrit. Ajo ndjesia sikur si jemi aftueshëm, sikur atëherë truri jon ndahet, pra siç e thash pak më parë, korteksi prefrontal është kjo pjesa ballore e trurit dhe sistemi limbik është sistemi, mund të themi, emocionet. Pra sistemi limbik, kjo zona këtu që është tani këtu duket që ta kuptoni ju thjesht, po është ndryshe, po kjo zona e trurit këtu është përgjegjëse për emocionet dhe korteksi prefrontal është logjika. Ju mendoni se vendimet që i merrni me logjikë apo me emocione? Tani një sekond, logjika ngri dorën, vendimet që merrni. Me logjikë, ha Manuel, ti Manuel, djalim. Atëherë, praktikisht shkenca vërteton që vendimet merren, pra vendimi i parë, ai intuitiv, bëhet emocional. Është pikërisht ai vendimi automatik. Sistemi limbik është i pari që merr flak dhe pastaj i vjen radha, korteksi prefrontal. Mësojeni këto pjesë anatomike të trurit, sepse tani ne duhet bëhemi doktor vetes, unë prandaj kam shumë të rëndësishme që t'i shpjegoj njerëzve çfarë ndodh në trurin tuaj, që ju të filloni ta komandoni paksa mendjen dhe emocionet tuaja, si mund komandosh një gjë që ti nuk njeh. Dhe pikërisht duke njohur trurin, duke njohur këtë zona, që e kam thjeshtuar sa çka mundur, ju kuptoni që ka njerëz që thonë, e mora këtë vendim me sistemin limbik. Unë kam pacientë të tillë që kanë arritur tash, merrti ky mendim sepse sistemi limbik filloi nga arsyetimet e veta dhe pastaj stopojnë, thon prit, kjo është emocionale, stopon. Nuk dua të marr vendim emocional, do pres. Derisa ta aktivizohet sistemi limbik. Duhet të dim këto gjëra, se përndryshe bëhet e vështirë. Edhe po bëj këtë shembull konkret. Njerëzit që kanë mendime paksa katastrofale dhe kryesisht negative, sa ka këtu që janë kështu tip më negativ. Se kështu jemi ne.
Fjali. Ka njerëz që për shembull kanë këtë tendencë të mendojnë negativisht. Në fundit edhe kjo pjesa e automatizmit është. Mos qesh se do qash. Për shembull, është pjesa e mendimit automatik. Ka njerëz që mendojnë sikur meritoj as lumturinë, e kuptoni pra. Këto janë ekstreme, por janë realitet që ne shikojmë çdo ditë. Dhe në rastin konkret kam shpjeguar se si aktivizohet sistemi limbik, pra emocional, para sistemit logjik. Dhe këtu kemi një zotëri, nuk e di kush e shikon këtë imazhin, e shikoni dot. Tani kur unë jam këtu ku jam dhe ta zëm sikur plasën të lumbace këtu. Çfarë bëj unë instinktivisht? Trembem. Pastaj kthehem, shikoj që ishte thjesht një lumbace dhe them, "Okej." Pra, emocionet janë ato që zgjedhim para logjikës. Dhe bëjeni mendjen top, mos më vini këtu, jo po unë jam i logjikshëm, nuk ka. Që të shkoni tek mendimi logjik, kryesisht ata që mendojnë negativisht, ose kanë ankth, ose kanë frikë, ose kanë këto katastrofizime të tyre në kokë, duhet të stoponi dhe të thoni, "Okej, unë mendoj në këtë moment negativisht, sepse në fundit truri im fillimisht është automatik. Unë duhet ta kontrolloj këtë pjesë. Ju duhet të mësoni të kontrolloni mendimet tuaja." Se nëse ju nuk e bëni, atëherë është truri juaj që vendos për ju. Është shumë e thjeshtë. Dhe kjo është harta emocionale. Të gjithë kemi një hartë emocionale. Kujtimet, dhimbja, trauma, frikrat, besimet, ndjesitë, marrëdhëniet. Të gjithë kemi një hartë emocionale. Po kush është harta juaj? Dhe sa për ju mendojnë se vuajnë nga emocionet e shtypura? Njerëz që durojnë, njerëz që flasin, njerëz që hajta tolerojnë. Shumë. Gati të gjithë. Dhe çfarë mendoni se shkaktojnë këto emocione të shtypura brenda jush? Tension, një lloj parehatie. Revolt, bravo. Dhe pse i shtypni emocionet ju? Konflikte, po, për mos pasur konflikt. Konfliktet emocionale. Për shembull ka njerëz që do të thënë imagjinojnë me atë vetën që të tjerët mendojnë keq për mua dhe mërziten, ose të tjerët më respektojnë mjaftueshëm mërziten. Po ti pse mendon? Ti shko fol me tjetrin, sqaroj që pse ti mendon ti? Pse nuk e bëni këtë gjë ju? Konfrontimi. Po si mund të zhvilloheni ju individualisht, se njeriu zhvillohet gjatë gjithë kohës. Truri ynë ka këtë avantazh që është neuroplastik, ne mund ta zhvillojmë trurin në çfarë të lloj momenti. Ne mund ta modifikojmë mënyrën se si mendojmë në çfarë të lloj momenti. Dhe çfarë bëni ju për këtë gjë përveç se të jeni këtu? Çfarë bëni praktikisht në përditshmërinë tuaj? Për të menduar ndryshe, se dhe unë nuk mendoja para 10 vitesh si mendoj sot. Po, do disiplinë. Por nga ana tjetër, kush është realiteti që truri është për tac? Truri për ton. Dhe çfarë bën? I bie shkurt. Mendon gjatë gjithë kohës në të njëjtën mënyrë. Shikoni pak se sa rrugica ka truri. Këtu është simbolike, për që ta kuptoni. Por çfarë bëjmë ne? Ne zgjedhim të mendojmë njësoj. Shkurt fare. Dhe kjo është në fakt ajo që bëjnë shumë persona të cilët kanë dhe ankth, kanë çrregullim real emocional. Zgjedhin të mendojnë negativisht, të truri është menduar, është mësuar ashtu. Dhe i bie shkurt. Dhe nga ana tjetër ti vazhdon të bëhesh viktimë e këtyre emocioneve të tua negative. Po a mendoni dhe besoni ju që truri jonë është i modifikueshëm? E kam seriozisht, a ka njerëz që kanë arritur këtë sukses? Që nga këtu kukush? Si e ke bërë? Hajde, na tregonojnë që. Kush e ka arritur këtë gjë dhe si? Kush dëshiron vërtet na tregojnë ndonjë gjë? Hajde këtu. Se them unë, s'kam çfarë them se unë këtë punë kam dhe të thoni normal që kjo është kështu.
Por ju praktikisht si e keni bërë këtë ndryshim nga një stad në stadin tjetër? Se këtë duam të mësojmë sot, se këto prallat nuk na duhet dalim në një konkluzion bashkë. Çfarë duhet të bëjmë praktikisht? Që ne të mos mësojmë njëjtë, që ne të gjetim një shteg tjetër, një rrugicë tjetër, një mënyrë tjetër të menduarit. Po, kush do të vi këtu? Keni turpë? Se dorën e ngrenë? Ose ngriu dhe na trego, ose hajde na trego. Tani, praktikisht çfarë bëni ju? Se unë tani, se ju do thoni, po na jep mend tash kjo se e ka lexu. Tani, zyrtarisht, do mësojmë nga një vajzë që do na tregoj nga një stad në stadin tjetër, si ke shkuar? Me hapa të vogla, se nuk do më shkenë. Me shumë punë në vete, me terapi edhe me psikoterapi, dyjat bashkë. Më ka dash një kohë shumë e gatë, po edhe të e pranu realitetin. Edhe të e vedisu veten që nuk është problemi jashtë, po është e one. Shumë punë me veten, po që ato rrugë, që njëherë nëse kom pas veç një rrugë, ka ndryshu, tash ka rrugë tjera, ka menime tjera, ka hala menime negative, se nuk është proces se u bo mirë edhe ma u kry krejt, s'duhet ma punë me veten, punë për ditë, edhe të e pranu realitetin. Kur kam fillu me pranu që është problemit e unë, nuk është e tjerë, se në fillim kam menu që është e tjerë, të është e familjar, sidomos unë menoj që familja dhe rreti që najna shumë të lidhen emocionalisht, ata janë kontribus tonë ma të mdhej, si për gjendjen pozitive, si për gjendjen negative. Kur nuk i shojmë problemet e tjerë, kur ti shojmë problemet e vetja, që aty fillon dhe me thonë, hapi parë, hapi kryesor, jo me lyp jashtë, jo me lyp të tjerë, jo me lyp të ambienti, jo, po thjesht është e vetja. Edhe besoni se që të rrugë, e ndryshojnë, nëse u kanë veç një rrugë, kodën e kom pas zije terre, kom pas menimet ma terta, kanë fillu me ndryshu bajage, vinë prapë, vini ja, i kanë do sinjale, po tash di shumë mirë mi kontrolu edhe nuk ju besoj ma. Ma herët e pa tani menim këto merdhen kokë, se menoj që jam pak overthinker, edhe jam virgjëresht horoskop, edhe virgjëresht adi me menu shumë, edhe me këshirë perfekcionizëm. Ma herët kër erdha këtu posh, generata që janë matë mdhaja si unë. Mos me thonë matë vjetra, po generata matë mdhaja, edhe thash vetës tem, ka ltrin shumë mirë që të ka ndodhë ma herët. Edhe ki fillu me punu me vetën ma herët, edhe ki fillu të i trajtu traumat e tua ma herët. Nashtat kish ndodhë dikur ma vonë, kish pas ma shumë trauma edhe ma shumë relacione ose mardhanje të shkatrume ose të mos e njoft veten. Tash di me nda logikën prej emocioneve, s'kisha dasht me ndodhe dhe pse problemet e shëndetit mendor kushdo që i ka përjetu, sidomos nëse je me një fazë ku vynë edhe terapia e janë vërtet shumë të vështira dhe menimet negative janë shumë ekstrem të vështira, po e du që të kaltrinën e re. Nuk më mungon kaltrina vjetër, asnjëherë, se menoj ma, s'du me pare. Po, që kjo e reja, po, edhe i du vetën sa e matur jam edhe kam su durimin. Se sidomos kushdo që, edhe në qitë salë nësa është të përball me shëndet mendor, vin vetëm durim. E nëse te unë ka funksionu me arrit me një fazë, nëse jam kanë -0, nuk e di sa minus jam kanë, po nëse unë kam arrit me kanë që ta është në shkollën ne, besoj që këtë kanë me arrit. Kështë në veç durim. Durim dhe punë. Edhe shumë punë, shumë punë. Faleminderit. Hajde njerë se kam një 2 pyetje për ty, përveç temës. Tani pyetja ime është, e beson vërtet që burri duhet ketë 7 gra? Apo e bë për show se na jep nga bë përman? E besoj që ka burra që se meritojnë edhe atë grua që kanë. Bravo! Na tregon. Unë vjen mirë që jam në këtë tubim fantastik me doktoreshën Hoxha, Denisa Hoxha, e ndjek mëse 3-4 vite. Dhe duhet të mburremi që kemi femra të emancipuara, të shkolluara dhe jo mendje madhe. Sepse mendje madhësia e humbë edhe intelektin
e vetë personale, pastaj edhe tek tjerët duken më ndryshe. Sa i përket panikut, unë kisha dashur me thënë, një rast në jetë e kam pas një panik shumë të madh, sa që përkundër atij besimit tim të madh në Zot, unë kam thënë, o Zot, nëse ishte një rast ma komplet ta them, ishte në burg dhe për herë të parë në jetë e kam di një panik aq të madh sa që di si ta përshkruaj, po do ta shihni në romanin tim. E pash një ëndër shumë të keqe dhe komplet trupi filloi me më dridh. Kur në jetën time se kam pasur, as luftë se kam di. Edhe veç ula, e mora një gotë ujë, edhe thash, o Zot, ti më njeh mua më shumë se sa që unë ty të njoh. O Zot, ti më njeh punët e mia më shumë se sa unë që i njoh. Prandaj, nëse drejtësia jote nuk vepron, unë kam me dyshu në ekzistencën tënde. Dhe kështu që kur e bëra atë lidhjen dhe i dhash trurit tim nga një panike madhe, i dhash një lidhje me krijuesin i cili ishte në veten time, unë atëherë u çlirova edhe nga paniku edhe nga të gjitha. Ndërkaq për këto rrugët, se si të arrim tek mendimet pozitive, gjithmonë duhet të mundohemi në jetë, siç jam munduar unë, që të dalim nga ato kthetrat e fesë, numër 1, sepse Zoti të gjithëve neve na ka kriju me dashuri, edhe nuk ka dëshirë askë ta dëshkoj. Por ndonjëherë kur ti lexojmë fjalët e njerëzve, ndëshkimet sen, i thënë vetit, po shiko sikur ajo nana kur i thot fëmis, ke me pa ti të baba. Prandaj, unë e kam vetëdisu vete në ndijen time, vetëdisimi tek njerëzit është 10 deri në 15% nëse zgaboj, ndërkaq 80% i nëndijes tonë është pasiv. Prandaj, nëse ne mundohemi që të rrugët, mos me pas veç një rrugë, po me pas disa rrugë të mendimeve, atër puna jonë kryesore që unë e kam bën jetë është menaxhimi i mendimeve. Si mundemi me menaxhu? Jeta është sikurse oqean, edhe po e kryes mos ta marr. Jeta është si një det i madh. Ti je anije në atë det, në atë jetë. Kemë pas batica të gjitha. Mirë po, kur afrohet anija afër bregdetit, ai prap ka ende emocione negative. Po aty është një kundë gjimmav i hekurt, edhe është një sidarta, apo si është ajo që e gjun, spiranta, e gjun ato edhe ti e kap atë pjesën e hekurit, edhe ti prap je anije, por ato valet, ato mendimet i këqia që i ke atje së luhasin hiq, sepse je sigur. Prandaj mundohuni që gjithë kemi këto rrugët e mendimeve negative pozitive, por kur ne përqëndrohemi, lidhemi me diçka që është e fortë, ajo është krijuesi jon, atëherë të gjitha baticat i kalojnë lekte. Unë kështu mendoj, ju jeni doktoresh, unë jam psikologe vetëm këshilluese, por ju mund të më korrigjoni. Jo, është e vërtet, po mos dil në televizion, mos na thuaj ashtu gjona se na. Mirë, pra mirë se.